Flet Abdi Gjiko, nuk do takohem me Kurtin për çështjen e presidentit. Kryetari i LDK-s Lumer Abdi Gjiko ka deklaruar se nuk do të ketë më takime me kryeministrin Albin Kurti për çështjen e presidentit, duke thënë se procesi tashmë është kompromituar. Abdi Gjiko tha se nga deklarimet e presidencës është kuptuar se derisa opozita ka qenë në bisedime me Kurtin për këtë temë, në anën tjetër janë bërë skenar për ta fajsuar opozitën për dështimin e procesit. Sipas tij i është kërkuar presidentës Vjosa Osmani që të hyjë në garë vetëm për të siguruar kuorumin për kandidatin Glauk Konjufca. Procesi është kompromituar tani. Brëm kuptova nga deklarimet e presidencës se derisa ne kemi qenë në biseda, ata kanë shkuar dhe kanë kërkuar fajsime për opozitën. Në një anë je në tavolinë me dikë, në anën tjetër bën skenar të fajsimit. Ky është kompromitim i rënd i procesit, prandaj nuk shoh arsye të kemi takime të tjera për këtë çështje, ka thënë Abdi Gjiko.